Në një botë ku ekspozimi është bërë pjesë e përditshmërisë, jo të gjithë ndihen rehat me vëmendjen apo me ndarjen e detajeve personale. Disa njerëz kanë nevojë për hapësirë, qetësi dhe kontroll të plot mbi jetën e tyre private. Astrologët thonë se 5 shenjat e horoskopit njihen për rezervën e tyre të theksuar dhe për mënyrën se si tërhiqen në nguaskën e tyre, sa herë që ndihen të mbi ngarkuar. Akrepi. Akrepi është kampion absolut i privatësisë. Të lindur në këtë shenjë sillen si agent sekret, misterios, të fshehtë dhe tepër selektiv me atë që zgjedhin të zbulojnë. Ata nuk lejojnë lehtë askënd të kalojë kufit emocional që kanë vendosur. Demi. Demi e mbron me fanatizëm hapësirën personale. Njerëzit e kësaj shenje preferojnë të zgjidhin gjithçka vetë dhe shpesh hezitojnë tu besojnë të tjerëve. Për ta, ndërhyrjet dhe pyetjet e tepërta janë të papranueshme. Virgjëresha. Virgjëresha ndihet mirë kur është vetëm. Kjo shenjë e tokës beson se qetësia dhe izolimi ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit personal, ndaj rrallë ndajnë detaje nga jeta e tyre. Peshqit. Për natyrën e tyre të ndjeshme kërkojnë një hapësirë që u lejon të shërohen dhe të rigjejnë kreativitetin. Ata pranojnë pranë vetes vetëm njerëzit që kuptojnë thellë. Gaforja. Ashtu si simboli i saj, ka nevojë të tërhiqet në nguas për të rikuperuar emocionalisht. Koha vetëm është jetike për mirëqenien e tyre. Ndryshenjat e tjera si dashi, binjakët, luani, shqiptari, bricapi apo yjori e respektojnë privatësinë. Ato janë zakonisht më të hapura dhe tolerantë për diskutimin e çështjeve personale.